Dashi. Sot do të përjetoni një ditë ku gjithçka duket të ecë në harmoni, duke ju dhënë mundësinë të filloni një projekt të rëndësishëm me aprovimin e të gjithëve. Nëse jeni në një lidhje, partneri juaj do t'ju ftojë në mënyrë interesante dhe në mbrëmje do të kaloni momente të paharrueshme, me një darkë të planifikuar me kujdes, muzikë të qetë dhe një emocion që rrah zemrën fort. Për beqarët, miqësia do të jetë forcuese dhe mund të zbulojnë personin e ëndrave, duke ju dhënë një ndjesi se sytë e tyre shkëlqejnë sapo ta shohin atë, ndërkohë që zemra juaj ndjen të drejtën lidhje. Në punë, edhe pse do të ndjeni paksa të lodhur, do të vazhdoni me përkushtim, ndërsa financat, megjithëse sfiduese, do të ruajnë një ekuilibër të braktisur. Kjo ditë ju inkurajon të besoni në aftësitë tuaja dhe të shfrytëzoni çdo mundësi që ju del përpara. Demi. Dita sot do të jetë plot ndryshime, duke sjellë një ndjesi të re që dallon nga përvojat e kaluara, edhe pse nuk do të kërkoni ndryshime dramatike. Nëse jeni në një marrëdhënie, do t'ju frymëzojë dashuria që ndjeni për partnerin, duke ju inkurajuar të jetoni momentin pa u shqetësuar për të ardhmen. Për beqarët, angazhimet e përditshme do t'ju pengojnë të filloni një romancë të re, por do të merrni mbështetje nga njerëzit e afërt. Në punë, mbështetja e të gjithëve do të ju jap mundësinë të arrini qëllimet tuaja, ndërsa menaxhimi i shpenzimeve do të shmangë çdo problem të padëshiruar. Ky ambient i ndryshimit ju sfidon të pranoni të gjitha sfidat me qartësi mendore dhe zemër të hapur. Binjakët. Sot do të mbizotëroni ide të shkëlqyera, megjithëse mund të jetë sfiduese të shndërroni ato në veprime konkrete, sidomos në mjedisin profesional. Nëse jeni në një marrëdhënie, sugjerimet tuaja do të krijojnë momente të ëmbla me partnerin, ndërkohë që do të shmangni shpërthime emocionale duke mos ndarë sekretet që mund të shkaktojnë debate të forta. Për beqarët, hapja ndaj takimeve të reja do të ofrojë mundësi të papritura për dashuri, duke sjellë ndjesinë se zemra mund të plotësohet me ndjenjat më të sinqerta. Në punë, përpjekjet tuaja do të çojnë në rezultate pozitive, ndërsa buxheti do të menaxhohet me kujdes për të parandaluar probleme financiare. Në fund, këto përvojë do t'ju japin mundësinë të rriteni personalisht dhe të forconi lidhjet tuaja profesionale. Daforia. Sot do të përballeni me disa situata të papritura që mund të krijojnë stres, duke ndryshuar rrjedhën e ditës ashtu si keni dëshiruar. Nëse jeni në një marrëdhënie, edhe nëse keni planifikuar gjithçka me kujdes, mund të lindin çështje që do të shkaktojnë probleme mes jush dhe partnerit, duke ju bërë të ndiheni të pafuqishëm për t'i ndryshuar ato. Për beqarët, dëshira për një marrëdhënie harmonike mund të mos realizohet sot, ndërsa në punë mund të ndiheni të acaruar nga kolegët që gjithmonë kanë mendime të kundërta. Me financat, është e domosdoshme të bëni masa ekonomike për të shmangur çdo vështirësi të mëtejshme. Në fund, kjo ditë do t'ju mësojë rëndësinë e durimit dhe planifikimit për të kapërcyer çdo pengesë. Luani. Sot do të ndiheni shumë hezitues, duke ju bërë të reflektoni thellë para se të ndërmerrni çdo hap, ndërsa mungesa e sigurisë personale mund të pengojë vendimarrjen tuaj. Nëse jeni në një marrëdhënie, ju inkurajoni të shmangni konfliktet, pasi çdo polemik mund të sjellë pasoja të rënda. Për beqarët, pavarësisht se do të duken shumë charmant dhe do të përballoni shumë persona, zgjedhja e duhur do të kërkojë kohë dhe reflektim të thellë. Në punë, miqësia e logjikshme do të ndihmojë të zgjidhen sfidat, ndërsa në aspektin financiar, durimi është çelësi për një përmirësim të qëndrueshëm. Ky proces i vëmendshëm do t'ju ndihmojë të ndërmerrni hapa të sigurt drejt suksesit. Virgjëresha. Sot, vlera e miqësisë do të jetë më e theksuar, duke ju bërë të kaloni kohë të vlefshme me ata që i vlerësoni më shumë. Nëse jeni në një marrëdhënie, partneri juaj do të jetë i kuptueshëm dhe do të shmangë mërzitjen, ndërsa një surprizë e vogël në mbrëmje mund të sjellë një buzëqeshje të paharrueshme. Për beqarët, aventurat dhe kohët e argëtuara do të jenë prioritet, duke ju dhënë mundësinë të eksploroni marrëdhënie të reja. Në punë, forca e ekipit do të çojë në suksese të reja dhe kolegët do të ndajnë vlerësimet më të mira për ju. Gjendja financiare do të jetë më e mirë se dje, duke ju bërë të ndiheni më optimist për të ardhmen. Kjo ditë do t'ju frymëzojë të vlerësoni marrëdhëniet tuaja personale dhe profesionale me më shumë dashuri dhe kujdes. Dëshorja. Sot mund të hasni disa konflikte të vogla me kolegë për çështje interesi, por çdo gjë do të ndryshojë gradualisht si me menaxhime përpjekje të vogla. Nëse jeni në një marrëdhënie, mund të gjeni veten në një situatë dileme, duke u përpjekur të bëni zgjedhjen e duhur pa plagosur ndjenjat e ndërsjella. Partneri juaj do të tregojë dashuri dhe kujdes. Për beqarët, është e rëndësishme të mos u mbyllni në vetvete dhe të jeni të hapur ndaj sugjerimeve, ndërsa në punë, disa pengesa mund të krijojnë vështirësi në realizimin e planeve.
Menaxhimi i shpenzimeve pa planifikim mund të sjellë sfida financiare. Kjo ditë ju kërkon të jeni të përqendruar dhe të pranoni sfidat si mundësi për të mësuar dhe për të rritur aftësitë tuaja. Akrepi. Sot, hëna do t'ju jap më shumë besim në vetvete, ndërsa idetë të mira do t'ju udhëheqin në marrjen e vendimeve të duhura. Nëse jeni në një marrëdhënie, diskutimet e hapura për pushimet ose planifikimet e përbashkëta do të sjellin harmoni, duke ju dhënë mundësinë të shprehni çdo mendim me qartësi. Për beqarët, edhe pse do të ndiheni të privilegjuar, është e rëndësishme të lini çdo gjë në momentin e duhur dhe të zgjeroni rrjetin social. Në punë do të jeni më autoritar dhe korrekt, duke arritur sukses të mëdha, ndërsa shpenzimet do të menaxhohen me kujdes për të shmangur çështjet të padëshiruara. Kjo ditë do t'ju shtyjë të merrni iniciativa të reja dhe të përqafoni çdo mundësi për zhvillim personal dhe profesional. Shigjetari. Sot, dielli do t'ju bëjë të matur dhe reflektues, duke ju udhëhequr që të merrni vendime të menduara mirë para se të hidhni çdo hap. Nëse jeni në një marrëdhënie, është e rëndësishme të flisni qartë me partnerin për çështjet e paqartësisë, në mënyrë që të shmangni mosmarrëveshjet dhe problemet të mëdhenjshme. Për beqarët, mos dëshironi të përsërisni gabimet e së kaluarës dhe do të bëheni shumë të matur në zgjedhjet tuaja personale. Në punë, ambienti i qetë do të sigurojë një rrjedhë të mirë të projekteve, ndërsa çdo propozim do të merrni me shumë mendim para se t'i pranoni. Financat, megjithse mund të përjetojnë pak tronditje, do të kontrollohen me masat e duhura. Ky ditë do t'ju inkurajojë të ndërmerrni hapa të sigurt dhe të bëni zgjedhje të menduara për të ardhmen tuaj. Britsjapi. Sot do të veproni si një luftarak, duke përballuar çdo sfidë që ju del përpara me vendosmëri, edhe pse mund të hasni disa probleme gjatë rrugës. Nëse jeni në një marrëdhënie, mos harroni rëndësinë e datave dhe sinjaleve të partnerit, pasi çdo detaj ka rëndësi për të shmangur mërzitjen e tepërt. Për beqarët, edhe nëse nuk keni fat sot në dashuri, është e rëndësishme të kaloni kohën në mënyrë produktive, duke lexuar për të përmirësuar veten. Në punë, temperamenti i fortë mund të ndihmojë të zgjidhen sfidat, ndërsa një menaxhim i kujdesshëm i financave do të sjellë një ekuilibër të qëndrueshëm. Ky ditë do t'ju jap forcën për të përballuar çdo sfidë dhe për të mësuar nga përvojat që përjetoni. Ujori. Sot do të ndiheni të shqetësuar nga ndjenjat që dikush po ju drejton dhe do të dëshironi të shprehni hapur mendimet tuaja për të shmangur keqkuptime. Nëse jeni në një marrëdhënie, mund të ndjeni tensione pasi partneri do të kërkojë të qëndrojë afër, duke sjellë debate të cilat, megjithse dalin nga dashuria, do të testojnë durimin tuaj. Për beqarët, nuk është momenti ideal për ndryshime të mëdha në status dhe do të preferoni të mbeteni në qetësi. Në punë, është e rëndësishme të mos mbështeteni vetëm në fajsimin e vetes për problemet që lindin, duke mbajtur buxhetin nën kontroll. Ky situatë ju inkurajon të mblidhni mendimet dhe të reagoni me qetësi ndaj çdo sfide. Peshqit. Sot, planetët do të ndikojnë pozitivisht në jetën tuaj, duke ju bërë të mendoni 2 herë para se të shpallni fjalë, për të shmangur gabimet që mund të pengojnë marrëdhëniet. Nëse jeni në një marrëdhënie, ndjenja e pakënaqësisë në fillim do të kthehet në harmoni me kalimin e kohës, duke forcuar lidhjen mes jush. Për beqarët, është thelbësore të jeni të disponueshëm për takime të reja, në mënyrë që të ndryshoni statusin aktual. Në fushën profesionale, disa vonesa dhe pengesa mund të ndërpresin rrjedhën e planeve, ndërsa shpenzimet e paplanifikuara do të sjellin vështirësi financiare. Kjo ditë ju kërkon të kërkoni këshilla dhe të planifikoni me kujdes çdo hap për të siguruar një të ardhme të qëndrueshme.